Dita javës nuk ishte të lashe e edhe data u shkoi për shtati. Më 20 qershor rreth 20.000 maturant do t'i nënshtrohen testit parauniversitar, veç paraprakisht do e kenë edhe një punë tjetër. Paraqitja për provim do të fillojë nga 1 qershori, në zgjatje deri me 12 qershor. Administratorët që punë do të kenë me nxënësit, tash detyrat e veta i dinë. Para 2 javës ne si mashtë kemi filluar trajnimin e administratorëve në të gjitha komunat e Kosovës. Sot jemi në Prishtinë, do të thotë kemi mbet edhe 3 komuna. Në takimin ka marrë pjesë për herë të parë edhe përfaqësues të komunave që do të jenë në qendrat e testimit. Pikërisht kjo e fundit, po thonë se i bën edhe më kompetent vëzhguesit. Çdo administrator e merr përgjegjësinë vet për mirë menaxhim të klasës që është në përgjegjësi të tyre. Për mbikëqyrjen e të dyja palëve, nëse testimi i njohurive po shkon në rregull, Ministria e Arsimit ka angazhuar edhe ekspertë të IT-s. Kemi IT të mashtit, mirë po zakonisht kemi marrë edhe mësimdhënës të tjerë të IT-s dhe ata kanë mbikëqyrë këto rrjete sociale. Mirë po, me administratorë kemi diskutuar që kujdestari kryesor në klasën e ku administrojnë administratorët janë vetë administratorët. Domethënë detyra e tyre është që mos të lejojnë fare nxënësit të hyjnë në klasë me telefon. Në rast se rregullorja shkelet, do të ketë edhe pasoja. Pas përfundimit të testit, me analizat e testit do të shiqojmë se në cilat salla nuk u shkoi administrimi mirë. Dhe kemi njoftuar se masat do të aplikohen sipas ligjit të rritë maturës. Ky i fundit parashet dënime deri në 20.000 euro për krejt ata që e shkelin atë.